Mirë se erdhët. Sot do t'i hym thellë një diskutimi ndërfetar vërtet interesant, por edhe kompleks, që u mbajt në Durban, në Afrikën e Jugut. Dhe ky diskutim prek disa tema masive, le të themi, skllavërinë moderne, drejtësinë ekonomike dhe madje edhe profecinë e kohëve të fundit. Okej, për të nisur, gjithçka fillon me këtë citat teje të fuqishëm. Dhe ky citat praktikisht vendos tonin për gjithë bisedën. Ideja qendrore dhe goxha provokuese është pikërisht kjo, që ekziston një formë skllavërie që sipas folësit është aq e qartë sot sa s'ke si të mos e shohësh. Pra, kjo na çon direkt te pika e parë kryesore. Këtu fillojmë të përkufizojmë problemin thelbësor që diskutohet, një lloj ri shtypje ekonomike, diçka krejtësisht ndryshe nga skllavëria që njohim nga librat e historisë. Pra, çfarë do të thotë kjo? Po, thelbi është pikërisht ky dallim. Nga njëra anë kemi skllavërinë ligjore të së kaluarës, që është shfuqizuar, por nga ana tjetër kemi një skllavëri të re, ekonomike, që ekziston de facto sot. Do të thonë, nuk po flasim më për pronësi të drejtë për drejtë mbi një person, por për diçka më tinxare, një lloj burgimi sistematik përmes varfërisë. Dhe cilat janë pasojat e kësaj? Po, sipas kësaj analize, pasuria thjesht nuk qarkullon më. Ajo mblidhet e gjitha në maj. Dhe kjo krijon një ndarje të përhershme, praktikisht i burgos të varfrit në një cikël pafund varfërie. Mirë, tani që e kemi përcaktuar problemin, lind pyetja, si arritëm këtu? Diskutimi kalon pikërisht te diagnoza, te përpjekja për të kuptuar pse ekziston kjo skllavëri ekonomike. Kjo pra është pyetja kryesore. A ndodhi gjithë kjo rastësisht si pjesë e një zhvillimi natyror, apo mos ka mekanizma specifike që e kanë krijuar dhe që vazhdojnë ta ushqejnë këtë sistem kaq të padrejtë? Po, përgjigjja e parë që jepet është fajdeja. Dhe këtu bëhet shumë interesante, sepse përdoret një anekdotë e njohur. Ajo e Jezusit që i dëbon këmbëzit e parave nga tempulli. Pse? Sepse ata po këmbenin monedha me një kurs të padrejtë, praktikisht po krijonin para nga hiqi. Dhe kjo është arsyeja, sipas folësit, pse Jezusi e quajti tempullin një strofull kusarësh. Argumenti këtu është se çdo sistem që bazohet në shkëmbime të tilla të pabarabarta parash, në thelb është i korruptuar. Është si një formë vjedhjeje e ligjëruar. Pika e dytë ekonomike që ngrihet është sistemi bankar me rezervë të pjetshme. Dhe folësi e thekson atë që e sheh si absurditetin e kësaj situate. Imagjinojeni pak, nëse një njeri i zakonshëm jep hua para që nuk i ka, ai përfundon në burg. E megjithatë, bankat e bëjnë këtë çdo ditë dhe është krejtësisht e ligjshme. Okej. Pasi u bë kjo diagnoze e problemit ekonomik, biseda natyrshëm kalon te zgjidhja. Cili duhet të jetë reagimi? Cili është roli i komuniteteve fetare përballë kësaj situate? Dhe për të treguar se sa të thella janë rrënjët e konfliktit dhe mosbesimit mes feve, përmendet një shembull historik i dhimbshëm. Kjo është një kujtesë e fortë se si veprimet e së kaluarës kanë lënë plag që ende ndikojnë marrëdhëniet sot e kësaj dite. Por menjëherë pas kësaj, vjen ky ideal i fuqishëm për unitet dhe kontrasti është i qartë. Nga njëra anë, ankesat e së kaluarës dhe nga tjetra, qëllimi final që shprehet në këtë dialog të kalohen ndasit për një kauzë të përbashkët, për t'i rezistuar shtypjes. Dhe pikërisht këtu bëhet një kritike fortë nga brenda. Argumenti është ky: institucionet fetare mund të bëjnë shumë bamirësi, por nuk po bëjnë sa duhet për të sfiduar problemet në rrënjë, problemet strukturore. Thuhet se ai zëri profetik që duhet të kishin, ka heshtur, është komprometuar nga politika dhe nuk po flet më me forcë kundër padrejtësive të sistemit. Dhe kjo na çon tek pjesa e fundit dhe ndoshta më specifike e gjithë diskutimit. Këtu gjërat marrin një kthes drejt asaj që quhet korniza eskatologjike, e cila paraqitet si analiza finale e gjendjes së botës sot. Mirë, para se të vazhdojmë, duhet ta qartësojmë këtë term. Çfarë është eskatologjia? Shumë thjesht, është studimi i kohës së fundit. Është pikërisht lentja përmes së cilës ky diskutim interpreton të gjitha ngjarjet e mëdha botërore. Pra, sipas folësit, kjo është sekuenca e ngjarjeve të fundit. Së pari, një luftë e madhe, një konflikt masiv me armë shkatruese. Më pas pason pushtimi i Konstantinopolis, hapi i tretë, shfaqja e Antikrishtit personalisht, një figurë që shihet si kundërshtari i Mesias. Pastaj, parashikohet që një udhëheqës i quajtur Imami do të bashkojë botën muslimane. Dhe gjithë kjo arrin kulmin me kthimin e Jezusit, pikërisht në Damask, për betejën finale kundër këtij mesie të rrem. Pra, ideja kryesore këtu është kjo: asgjë nuk ndodh rastësisht. Përkundrazi, ky është një interpretim i historisë ku çdo ngjarje e madhe, çdo zhvillim, po e çon botën në mënyrë të pashmangshme drejt një përfundimi profetik.
dhe ky përfundim është kthimi i Mesias dhe rivendosja e drejtësisë. Dhe me kaq, kjo analizë e shkurtër mbyllet pikërisht me këtë pyetje, një pyetje që i përmbledh të gjitha temat që prekëm. Ajo na lë të mendojmë se si këto tre forcat mëdha, besimi, financat dhe profecia, ndërthuren dhe formasojnë botën tonë sot.